أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالندريمة الأذريمة إتاكوين بتم الله عز وجل صلوات والسلامات يدربه محمد عليه الصلاة والسلام باشا دمشير الله عز وجل شوف بتا familjen e tij, shokët e tij sinqer besnik, edhe mbi gjithë ata që pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuara xhirose, jemi në ligjëratën e radhës apo taravia e 10 me radhë dhe 1/3 e taravive po shkon. Jemi duke folur për një temë shumë të rëndësishme, temë e cila ka një pyetje të thjeshtë, të shkurtur, por që përgjigjeja është më detajizume, me të vetmen qëllim që me ditë se çka realisht jemi duke kërkuar nga ky cikël e ligjëratave. Cikli i ligjëratave është se duhet ta duam Allahun Azza wa Jall. Dhe deri sonte kemi cek 9 motive të cilat na stimulojnë edhe na obligojnë me do Zotin xhelalu ala. Sonte më radh është motivi i radhës i cili na stimulon me dashur më shumë Allahun Azza wa Jall. Jo vetëm dashurit natyrshme, por dashurit të argumentume edhe të implementume në vepër. Allahun Azza wa Jall duhet me dash se e radhës ai na mbron. Ai është kujdestari jon. Ai është që kujdeset për neve. Pa kujdesin e Allahut nuk do të kishim mirëqenie as një minutë. Pa kujdesin dhe mbrojtjen e Allahut do të ishmi kafshat e lehtë për gjahtarët, qofshin ata nga lloji i shejtanëve, e xhinëve apo njerëzve të këqij, Allahu na ruaj. Allahu na mbron nga gjërat që i dim edhe nga gjërat që nuk i dim. Allahu na mbron nga ata që bëjnë kurthe edhe nga ata që bëjnë sharr. Për atë arsye, Aisha radhiyallahu anha e ka ndihmën Abbasin duke kërkuar dhe duke thonë: "O Allah, më ruaj nga shejtanët e xhinë dhe shejtanët njerëz." Edhe Aisha Wahabit kur e ndëgjoi këtë dua dhe tha: "Ya ibni ammi Rasulillah, o gjali miqës pejgamberit, amin al insi shayatin." A thua valla dhe pi njerëzve ka shejtana? Tha nam, tha po dhe pi njerëzve ka shejtana. Ka ne shejtani çuditet pi njerëzve që munduan mu bua më shejtan se sa shejtani, Allahu na ruaj. Por arsye e keqja nuk ka skej, edhe e mira nuk ka skej. Andaj ja kemi bu njëri i mirë, ja kemi bu njëri i keq, edhe kemi ra gradat e shejtanit, Allah na ruaj. Shejtani i mallkum është betu para Zotit kur Allahu e ka shpor dhe e ka përjashtuar nga rahmeti vet, është betu shejtani që s'ku milon rahat bita Ademit. Është betu që ku mi nguc, është betu që nuk ku milon rahat derisa ti devijojnë nga besimi. Për atë arsye Allahu atëse dhe tha: "La ughwiyannahum ajma'in." Aleikum salam, ku më mundu që të gjithë me i lajthit edhe me i deviju dhe me i largu nga rruga jote o Zot. Mirë po na dim që shejtani na bën cytje vezvese, por Allahu Azza wa Jall ose na mbron direkt me mbrojtjen e tij, ose Allahu Azza wa Jall çon melaike lehu muaqibatu min bayni yadayhi yahfazunahu. Allahu thot ka melaike që e ruajnë njeriu. Këto melaika i ka caktuar Allahu enkas për ty dhe për mua, na ruajnë. Ose Allahu Azza wa Jall kalon medikamente që na mbromi prej shejtanit mallkuar. O Allah, wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi yahdurun. O Allah, më ruaj nga sytet e shejtanit dhe më ruaj dhe më mbroj nga prezenca e shejtanëve. Para se më nis me lezu Kur'anin, çka ka thonë Zoti? Fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. Kur ti nis me lezu Kur'an, kërko mbrojtje prej Zotit nga kurthet e shejtanit të mallkuar. Fasta'idh billah, thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kur jene vezvesja. Andaj Allahu ka garantuar që shejtani nuk ka mbi neve sundim, pushtet. Innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ai nuk ka pushtet mbi ata që e besojnë Zotin. Edhe mbështetën te Allahu, inna ma sultanuhu 'ala alladhina yatawallawna. Ai ka pushtet mbi ata që do thot e shoqëron shejtanin. Andaj pse e dojmë Zotin? E dojmë Allahun se Allahu na mbron nga sherri që e dim
na mbron edhe nga shumë sherrë që nuk i dim, as nuk na shkon meja që dikush tenton me na bëj sherr. Njerëzit thurin kurthe, shejtanët thurin kurthe, kush është ai që të mbron? Allahu Azza wa Jall. Andaj mbështetju Zotit, edhe merre Allahun si mbrojtës tondin, ai nuk ka mbrojtës më të mirë se Allahu Azza wa Jall. Ai të mjafton për çdo gjë, edhe ai të mjafton që me të rujt edhe me të mbrojt. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall na mbron duke na rujt punët e mira. Na jemi njerëz harrojmë. Ka njerë edhe harrojmë kur bojmë keq, ama edhe kur bojmë mirë harrojmë. Edhe Allahu nuk harron. Allahu është hafidh, është ruajtës dhe mbron muslimanin. Në kuadër mbrojtjes së tij, Allahu ti mbron punët e mira, ti ruan. Gjithashtu aleikum selam, Allahu na mbron nga devijimi. A beshimni që ka ta kthej shkryet, veç keq po shohmë. E keqja ka mblu shoqërinë. Kush po na mbron neve nga devijimi? Allahu Azza wa Jall. Po mos ishte Zoti na do të kishim sot musliman. Po mos ishte Allahu nuk do ta kishim na këtë iman. Për të arsye dojmë Allahun se na mbron. Ai vetë ka kallëzuar dhe ka thonë: Inna Allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu. Allahu i mbron ata që kanë besu. Kjo duhet neve me na dhon krenarim. Kjo duhet neve me na dhon zemër të madhe që me punu më shumë, edhe me dash më shumë Allahun azza se ai na mbron neve nga gjërat e këqija. Allahu na mbron edhe nga gjërat e cilat i ka caktuar Zoti, që ato mendohen automatikisht se janë tërmetet. Siç ishte tërmeti që ka para disa javëve. Dhe ke me shkollë caktuar edhe të vogël. Allahu me dasht çdo gjë urxon. Ama kur zho nuk bie në tokë pa lejen e Zotit xhallahu ala. Pastaj detit. Mu trazu deti na kaplojnë vërshimet. Kush e thot detit ndalo, kush e thot detit mos lëviz, qetësohu. Allahu Azza wa Jall. Pasha Zotin edhe dielli nuk lin nga lindja pa i bo Zotit sejdë pa i mos sejdë. Ebu Dherr ka pyet pejgamberin sa i ka thonë ja Rasulullah, ku të perëndoje dielli ka jama, ku shkon? Tha shkon te arshi i Zotit edhe i bjen sejdë Allahu Azza wa Jall. Kush e thot detit lind? Allahu. Kush e thot diellit lind? Allahu. Kush e thot diellit perëndo? Allahu. Çdo gjë ecë në orbitën që ka caktuar Zoti. Andaj këto gjëra Allahu i ka kriju në shërbim njeriut dhe normalisht na mbron nga dëmi dhe sherri i tyre. Allahu Azza wa Jall na mbron nga se ai e din neve çka na rrezikon dhe çka na dëmton më shumë. Na nuk e dim. Allahu na mbron nga sprova që të mos shkatërrohemi. Allahu na mbron nga disa të këqija, të cilat këqija na nuk ka mundësi të shtas me i perceptu ato të këqija e lemu me ditë se pikajt po na vijnë. E duam Allahun Azza wa Jall, e radhës është se Zoti xhallahu ala na nderon. Dhe normalisht nderimi i Allahut është i veçantë. Për shkak se Allahu kur ta nderoje një rob, Allahu Azza wa Jall e nderon me shumë gjëra. Allahu ka thonë: "Wa laqad karramna bani Adam." Na kemi nderu birin Ademit. Që ka nderu Zoti birin Ademit dhe ka nderu me dije. Sa njeri avancohet në dije. Sa shkencëtari, sa hoxhi i madh, profesor i madh. Kjo është nder pi Zotit se Allah e ka nderu krijesën e njeri. Dhe ai ka thonë: "Laqad karramna bani Adam." Na kemi nderu birin Ademit, dikon më shumë se ka meritu e dikon më pak. Me ta bëu dikush një nder këtë dunjë kur si harron. Ama sa nderet në ka bo neve Zotit si krijesë insan, pasha Zotit mi numru në gishta, nuk kena mundësi mi numru. Për shambull, hajde të kthejmë pi historisë krijimit insanit. Allahu kër e ka kriju insanin nga dheu, nga balta, s'ka pas nevojë Zotit mi ndihmu dikush, larg asaj. Po i ka angazhu me laqet me të bu dhe. Për dy arsye, me kallëzu që insani e ka prej ardhën pi dhevit, pi tokës. Ka thonë Zotit: "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Prej tokë ju kemi kriju. Në tokë kena mi u kthyer, pastaj prej tokë kena mi ringjall. E dyta, i ka angazhu me lajket me të bu balë dhe për me kriju insanin, me kallëzu që ngani për këtë krijesë unë kam respekt për insanin. E nderon edhe ju. Edhe me lashët e nderoj. E dyta është, mazi Allahu e krijoi insanin, njeriun, i tha me laqeve: "Boni sejdë këtij insani, këtij njeriu që kam kriju unë, sejdë respekti."
Kejt me lasht i ka rasesht dhe veç iblisit a jo. U bu me një madhë. A dhe me lasht krijesat ndesh me Zotit e ka nderu njeriu, pse Allahu ka kërku për ty me nderu. Gjithashtu Allahu azza wa jalla ka nderu njeriu të e bu më këmbës në tokë. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kujtoje kur Allahu i tha me laçeve, po du me kriju një krijes edhe me bu më këmbës në tokë, me nderu. Aja krijes është njeriu, insani. Allahu azza wa jalla e ka nderu njeriu, insanin, gjithashtu me shpallje. E ka dërgu shpallje, plus e ka bo që krejt pejgamber, pit pari deri të fundit, me qenë nga lloji njerëzor. Dhe kjo është nderim edhe respekt që Allahu ja ka bo bijët Ademit. Nderim dhe respekt që Zoti xhelalu ala na ka bo neve. Gjithashtu Allahu azza wa jall i bon thirrje këtij insani, një plumb mbi tokë, që qohet peshë dhe harron që Zoti e ka nderu, i thotë ja ju el insan, ma gharraka bi rabbika al karim, o ti insan, çka po të bën ty e mu çu peshë në raport me Zotin ton? Pse s'pi di shqyrin Zotit? Alladhi khalaqaka fasawaka fa'adalak, ti Zoti që të ka kriju, të ka formsuar dhe të ka bërë drejt me ec. E ka nderuar Allahu krijesën e insan. Ja ka dhënë dy dur, dy kom, dy sy. I ka dhënë dy vesh, i ka dhënë mendje, fiqir, që s'ja ka dhënë asnjë krijesë tjetër. Është nderim. Na ka nderuar Allahu azza wa jall. Nderim tjetër është paramendo këto të mira, nderime, respekte që na ka dhënë Zoti, prap çohet insani edhe i thot faleminderit dikujt tjetër jashtë Zotit. Prap insani krijon vetë me dorën e vet Zotin dhe adhuron vend Allahut azza wa jall. Allah i ka sa për shumë pasha Zotin e madh. Ne na mi apo dikuna një të mirë. Veç pse ai nuk e qel gojë me na thon faleminderit na jet hadri, si dojmë apo. Elemu me bëhet mira sa pa akşam edhe një faleminderit mos më ta thon. Çi kjo është insani? Buk por mysësh, mos mirnjos. Andaj kur sta di njerëzit, ata si a din Zotit o insan, e po ta din ty e tjetrit e tjetrit. E mira nuk ndalet. Pse ai s'po thot faleminderit? E mira nuk ndalet sa është buk por mysës. Nëse prishmi zemrën për filanin dhe për alanin. Po ja fundit se cilin vërë ka me i vetë. Mirë po duhet me kuptu se Allahu na ka nderu me shumë gjëra. Prej nderë dhe respektit është për kundur këtij respektit madh. Sabah akşam insani bën gjunohe, mëkate, edhe Allahu e nderon prapë edhe e thirr. Çka e thirr? Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. O ju robërit e mi dashur, që keni tepruar me gjunohe, mos e hupni shpresat e Zotit. Allahu akbar. Po na thirr me thirrën më tomull. O ju robët e mi, o ju të dashurit e mi, ju që keni gabuar shumë. Apo unë ju duane. Apo të kom qef ju mu pendu, s'kom qef ju dënu, thot Allahu azza wa jall. Ana kjo është nder edhe respekt nga Allahu azza wa jall. Gjithashtu prej nderit dhe respektit është Zoti xhelalu ala thamë dha insani dije që s'ia dha asnjë krijesë. Edhe nderoi Ademin dhe ky nderim na ka përfshirë neve. Për shembull, Allahu azza wa jall tha: "Wa'allama Adama al-asma'a kullaha, thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqal: anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin." Allahu nderoi Ademin. Edhe buni që më mësu emrat e krejt krijesave. Kejt gjuhët i ka ditë Ademi alayhis salam. Edhe i tha me laçeve, hajdini, kallzoni ju çka i kumsun Ademit. Apo dini ju çka thon me laçet, respekt për Zotin. La ilma lana illa ma 'allamtana. Na nuk kemi dije pos asaj dije që na ke mësuar ti o Zot. Dhe kjo është nder edhe respekt që Allahu azza wa jall ja buni krijesës njeriu. Gjithashtu prej nderit edhe respektit është ditën e gjykimit. Allahu e nderon krijesën njeriu. Ku na nderon pejgamberi sallallahu. Ne jemi ummeti i tij, duhet me qenë krenar për këtë nder dhe respekt. Edhe kur tregon se nder xhenetit del roja dhe qiell derën e xhenetit kush është? Thotë jo Muhamedi biri i Abdullahit. Tha po ty Allahu më ka thonë me të hap derën i parë në xhenet. Gjinu. Ty Allahu azza më ka thonë me të hap derën. Do thotë si krijesë e parë dhe ty ka mu të qel dera, do thotë për herë të parë në xhenetin e Allahut azza wa jall. Gjithashtu Allahu azza wa jall e nderoi krijesën njeriu edhe ja dha dhënien e arsyes, i dha logjik. Dhe këtë logjik nuk e kanë kafshët. Këtë logjik që e ka insani, që ka nderuar Allahu, nuk e kanë kafshët. Pastaj ja dha lirinë e zgjedhjes.
Allahu i ka kriju kafshët, edhe ditën e gjykimit kanë më bo plurë dhe hi. Përveç në një kafshë e ka thy brinës, një tjetër ka me marr hak. Por ndryshe s'ka llogari për ato. Allah i ka dhënë çështu fuqirin, i ka programuar dhe çështu kanë mjetu. Nëse insanit njeriu t'i dha intelekt, i dha mendje shëndosh, i çoj pejgamber, ja mësoj me e kuptu shpalljen, edhe e la të lirë me zgjedh rrugën e drejtë edhe rrugën e devijuar. Kjo është nder dhe respekt mirë për shumë krijesa nga lloji njerëzor. E kanë kesh përdor. Pse kanë kesh përdor? Se Allahu kur i ka kriju shpirtët, i ka qitë krijesat me një fushë edhe i ka thonë elestu bi rabbikum, ajo unë e Zoti juaj. Krejt kanë thonë, me jahudi, me krejt sot që po rejnë gjyks, i kanë thonë Zotit na e ti e Zoti jonë. Ama, kur kanë orë në këtë dunja, e kanë thy premtimin edhe marrëveshjen e Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall na ka nderuar Zoti xhelalu ala se na ka mundsuar me njoh Zotin. Dhe kjo është privilegj. A dini që ka shkencëtar, ka dek pa iman, keq shkencët i ka studiu. Ama ka thonë s'ka Zot. Kjo është kiamet. Ka njerëz që kanë dek me plot libra, po se ka njoh Zotin. Ku me shkuaj me ato libra? Për të arsye men kana billahi a'raf kana billahi akhwaf. Ka thonë ulemaja, ai i cili e njeh Zotin e vet, ai më shumë i tutet Zotit. Andaj kjo është privilegj që Allahu ka kriju, edhe ta ka mundsu me njoh Zotin ton, me ndëgju ligjërata në gjuhën shqipe për Zotin ton, me lexu libra në gjuhën shqipe për Zotin ton. Kjo është nder, respekt dhe privilegj që na ka dhënë Allahu Azza wa Jall. Gjithashtu Zoti xhelalu ala na ka treguar që ai i cili ja kthen nderin Zotit me nder, që Allahu s'ka nevojë për të, Allahu ja shumë fishon këtë nder dhe këtë respekt. Gjithashtu prej nderit, që është kjo madhja, prej nderit që Allahu e nderon dikën prej krijesave është që ai pak mundohet Zoti është problem shumë. Allahu e don atë njerin, Allahu i thot me lajkeve me dasht, edhe Allahu e fut dashurinë për atë njeri dhe e fut mirëkuptimin edhe pranimin për atë njeri edhe në tokë të krijesat e Zotit. Bëhet i dashur mesin e njerëzve. Dhe normalisht kjo është nder dhe respekt që nuk e jep gjithkujt Allahu Azza wa Jall, por ja jep atyre që e meritojnë këtë nder, e vlerësojnë këtë nder duke i kryer obligimet në raport me Zotin, duke u ndaluar nga ndalesat e Zotit, duke duru në sprova dhe duke treguar moral të lartë, raport me Zotin, pastaj raport me krijesat e Allahut Azza wa Jall. Andaj motivi i radhës, pse duhet ta duam Allahun Azza wa Jall, ishte se Allahu na mbron vazhdimisht dhe Allahu na ka nderuar dhe na nderon me shumë begati dhe mirësi këtë botë dhe botën tjetër. Inshallah e meritojmë mbrojtjen e Zotit, se pa mbrojtjen e Zotit jemi askushi. Inshallah e meritojmë deri dhe respektin e Allahut Azza wa Jall përkundër tmeteve dhe gjunave që i kena. Walhamdulillahi rabbil alamin.